Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Turqi, do të flasim me teologun Eduard Hartori për zhvillimet e fundit pas arrestimit të tashmë ish kreut të Bashkisë së Stambollit, të Ekrem İmamoğlu, po ashtu edhe kandidat për president. Çfarë ndodh? Në mos gaboj të shtunën është paralajmëruar një tjetër protestë më e madhe në Turqi, në Stamboll, por a do ta kaloj edhe këtë lum apo jo Erdogani? Për këtë do të flasim këtë bisedë. Do të përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Zoti ju inshallah të gjithëve, edhe ju uroj me këtë Ramazan inshallah të japi bereqet për ju personalisht edhe për gjithë popullin tonë, popullin shqiptar. Edhe Allahu i bekoft inshallah ato familje të cilët kanë majtur agjërimin, por edhe ato familje që s'e kanë majtur agjërimin, Zoti ja dhash begatin inshallah, se ke Zoti nuk humb begatia kurrë, do të begatia Allahut është pafund. Amin, Zoti va pranoj gjithë. Amin. Për të pyetja, mendoni që Erdogani do ta kalojë edhe këtë, se ka kaluar disa sfida, po kjo si ju duket? Shiko, kjo që po ndodh tani nuk është, domethënë ndryshon krejt nga ato tjera që kanë ndodhur më parë. Çka ka ndodhur më parë, domethënë grushtet e shtetit që kanë ndodhur më parë, gjithë ato kanë qenë le të themi pa dëshirën e Erdoganit, pa dëshirën e qeverisë turke. Kurse kjo që po ndodh tani nuk është një kryengritje ndaj qeverisë turke ose ndaj shtetit turk. Kjo që po ndodh tash është një rezultat, është një operacion që po ndodh. Në fakt në Turqi është duke ndodhur një operacion. Operacion siç është smuri, domethënë smur, ashtu edhe shteti turk, domethënë tash është duke po i nënshtrohet një operacioni me të cilin po pastron trupin e vet. Domethënë ajo që mund të them në këtë le ta nisim kështu domethënë çështjen që si nisi gjithë kjo, domethënë nisi me disa denoncime, të cilat u bën në fakt nga opozita turke. Vetë nga opozita turke ka bërë denoncime në gjykatat e vendit, sidomos gjykatën e Stambollit, për disa shkelje të rënda të Imamoglut dhe të disa antarëve tjerë të lidhur me të. Qoftë bashkia, apo qoftë edhe në komunitetin e biznesit tonë në Turqi. Dhe çështja është pra që kjo që ndodhi, unë do ta quaj një lloj pastrimi që po bën Turqia tani ndaj në veten e vet, ndaj elementeve shkatërruese patur brenda, ndaj mikrobeve që ka patur brenda. Le të flasim kështu. Unë po flas, du të flas qartë këtë pjesë. Kupton? Dikush mund ta quajë jo, po kjo është opozita, jo po diktatura, po të gjitha këto janë gjithë utopi. Nuk ka diçka në një shtet, sidomos një shtet fuqishëm që tenton të fuqizohet, nuk ka diçka që quhet opozita apo diktatura apo këto. Ka një shtet i cili mendon për shtetin e vet ta fuqizojë, edhe brenda atij shtetit vet të mbrojë qytetarët e atij shteti. Edhe të ketë liri brenda atij shteti, por liri e cila nuk e kërcënon shtetin vet. Ne kemi parë deri tani që Turqia ka patur një liri relativisht të mirë, pra mund të flitet këtu, mungon kjo ekonomia është kështu, ke pra gjitha këto gjëra mund të fliten në Turqi, mund shahen në qeveria në Turqi, por nuk ka pas një problem për këtë çështje. Po kjo lloj lirie ka qenë një liri e cila po e shkatronte Turqinë në fakt. Nuk bëhet fjalë për lirinë e fjalës, sepse lirinë e fjalës ti mund ta kesh edhe sot edhe këtë pas edhe do ta kesh. Po problemi është se kjo lloj lirie ka futur disa mikrobe në Turqi, sidomos në radhë të opozitës. Ne nuk kemi sot një opozitë reale të Turqisë, të qeverisë turke, le të flasim. Kjo opozitë që ne kemi sot është një opozitë e cila i shërben disa interesave të huaja të shteteve të cilat janë në armiqësi me Turqinë. I shërben, domethënë, ka lidhje me Greqinë, për interesat greke, ka lidhje me interesat, pra mund të them që ka shumë domethënë probleme. Kjo lloj opozite nuk është më ka dalë nga aspekti një opozitë patriotike, një opozitë kombëtare e cila me ton të mirën e vendit vet, qoftë edhe duke kundërshtuar qeverinë, sepse është normale të ketë dy pole, pra që të balancohen gjërat. Por kjo ka dalë prej kësaj, kjo lloj opozite që ekziston në Turqi aktualisht ka dalë prej kësaj shine dhe është bërë thjesht një element, një armë shkatërruese në duart e atyre shteteve të cilat janë kundër Turqisë. Dhe prej këtyre
domethënë ka qenë vetë Imamollu, ka qenë madje edhe kur fitoi herën e fundit bashkinë e Stambollit në Katimerinin në Greqi shkruante që fitoi njeriu i Greqisë në Stamboll. Ose do dinin dhe ofendonin dhe shanin qeverinë turke në Greqi ose në vende tjera, shanin qeverinë turke. Kujtoj rasti i fundit fare tani në paret më duket se dje, doli kryetari i partisë GHP, pra që është partia opozitare kryesore, doli dhe tha ku jeni ju, pra i kërkoi kryeministit britanik, i kërkoi ku jeni, tha, pse s'po na ndihmoni. Pra kjo tregon që këta njerëz kanë humbur atë që është kryesore, kanë humbur patriotizmin, pra qëllimin patriotik për mbrojtjen e Turqisë. Kjo është për sa i përket një hyrje që të bëra këtë çështje. Dhe ajo që po ndodh në të vërtetë është një çështje juridike, siç pretendon qeveria aktualisht, Erdogan, pretendon që kjo është një çështje krejt juridike, edhe në fakt ajo është çështje juridike, por gjithmonë mbas çdo çështje juridike është edhe çështje politike. Nuk ka mundësi të jetë ndryshe, kupton? Mirë, po mënyra se si ndërhyn Erdogan me këtë çështje nuk është nëpërmjet gjykatës. Pra këtë duhet ta kuptojmë mirë. Erdogan nuk mund të ndërhyjë dot në gjykata dhe të thotë që shikoj ti duhet ta dënosh këtë apo s'duhet ta dënosh këtë tjetër, ndaj nxjerrësh. Jo. Kjo nuk shkon, sepse ky gjyqësor është i pavarur. Por Erdogan ka zgjedhur kohën. Kohezioni është ai i cili është momenti final i çështjes. Le të themi që Erdogan është kryetari i shtetit, është komandanti i ushtrisë, është shefi i përgjithshëm i shërbimeve informative turke. Dhe ati vin në tryezën e vet, i vin gjitha gjërat përpara. Informacionet që 1, 2, 3, 4, 5 argumentat që për këtë person. Ai këto gjëra mund t'i ketë pasur edhe përpara në tavolinë. Ai mund t'i ketë ditur për maskaralligjet e Imamollut, i ka ditur edhe më përpara. Mirë po ai ka zgjedhur kohezionin dhe çfarë ka bërë? Pra këto argumenta, këto video, sepse ekzistojnë shumë video, domethënë shumë video të poshtra, domethënë ku këta duket që janë klan mafios, kupton? Pas pak do flasim për akuzat që i jepen këtyre, por le dalim drejt për drejt kjo pjesa e parë herë. Pra Erdogani masi ka marrë këto gjëra në tavolinën e tij, ai normalisht nuk i ka dhënë direkt urdhrin për të hetuar çështjen, edhe për të filluar procesi hetimet, por ka gjetur kohën e caktuar dhe i ka thonë urdhëroni çonin në gjykatë të gjona dhe të vazhdoj punën në gjykatë dhe të filloj hetimet. Por, siç thash, ndodh tani, jo më përpara. Imagjinoj që po ndodhte e njëjta çështje, po ndodhte para 2-3 vjetësh, sidomos para luftës në Ukrainë, ne sot do të kishim gjithë Europën kundër Turqisë. Kurse me Europën kundër do ta kishim me sanksione, me gjitha. Do të kishim para administratës Biden për shembull. Do të ishte edhe Bideni kundër dhe hidhej kundër Turqisë dhe do ta transformonin këtë çështje që është tërësisht juridike dhe tërësisht me probleme të mëdha kriminale, në korrupsion, në bashkëpunimin me organizata terroriste, të gjitha këto do i transformonin në çështje politike edhe do e dënonin Turqinë, do e penalizonin Turqinë për diçka që nuk ka pse të penalizohet. Pra ai është një hajdut, me pak fjalë, është një hajdut i cili duhet futet në burg. Ka që thjesht është puna. Këto do ta bënin çështje politike. Pra, mirë po tani kjo më nuk ndodh, sepse tani Europa ka nevojë për Turqinë. Ka nevojë për Turqinë. Edhe në këtë aspekt Erdogan thotë tani është koha ime që unë pastroj shtëpinë time përpara. Kam shkruar një artikull, domethënë tani është duke pastruar mit nga hambarët e Turqisë. Kupton, sepse Turqia ka hambar, por nëse ka brejtës aty që e brejnë, shkatrojnë nga brenda, normalisht nuk ka bereqet, kupton? Në atë artikull ju shkruar përjashtoni mundësinë që të jetë Mossadi pas, edhe flisin për çekullin e Turqisë për një superfuqi jo vetëm rajonale, por botërore. Po, shiko, çështja e Mossadit, domethënë Mossadi aktualisht po mundohet ta shfrytëzoj këtë reagimin që po ndodh, domethënë, sepse Turqia kur nisi para se dalit ke Mossadi, le ta sqaroj edhe këtë pjesë, pastaj që ta kuptojmë më të qartë rolin e Mossadit. Turqia tani kuptoi që nëse ne nisim tani këtë pastrim, do të ketë reagime. Mirë, por reagimet nuk do të jenë sikur para 3 vitesh ose para 2 vitesh. Pra, do të ketë reagime brenda, do të ketë shumë trazira kështu. Por janë të izolueshme, janë të menaxhueshme nga ana e policisë, nga forcat e sigurisë, dhe këtu kemi parë vërtet, domethënë nëse ne flasim që votuesi i GHP-s, ai i cili është domethënë
i respektueshëm, serioz, njëri i cili don të mirën e vendit vet, ka parë që këta njerëz të cilët kanë dalë, kanë bërë tilla trazjera, janë edhe kundër vendit vet. Pra, le të themi që gjysma e XHP-s tani, e votuesve të XHP-s janë distancuar edhe nga vetë këto, kokat e këtyre XHP-s. Prej këtyre, domethënë, papjekurive dhe dëmeve që këta kanë shkaktuar në këto tillë trazjerave. Mirë, po organet sigurisht turke kanë qenë të mençura, nuk i kanë sulmuar, thjesht janë mbrojt, kupton? Edhe kjo ka bërë, domethënë, kjo ka qenë gjë e mirë që kanë bërë këta. Tani dalin te roli i Mossadit. Ju lutem për ta mbyty me akuzat për sa i përket terrorizmi. Se kuptova edhe herë lutem? Akuza për terrorizëm ka rënë, në mos gaboj. Ja, nuk ka rënë akoma, nuk është çështje që shiko, terrorizmi nuk bëhet fjalë për mbështetje indirekte të terrorizmit bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë për si e kam thënë. Për shembull, ne mund të jap argumente konkrete, që këto argumente kanë qenë edhe më parë, të cilat nuk kanë rënë, të vazhdojnë të jenë, ku Ekrem İmamoğlu ka punësuar në Bashkinë e Madhe të Stambollit, ka punësuar element të dënuar ose të kërkuar nga sigurimi i shtetit, ka punësuar element të PKK-s të cilët kanë ardhur dhe kanë skanuar, si thon fjalës, hartat ndërmjet punësimit ose maskimit si punonjës të bashkisë, kanë skanuar gjithë hartat e qytetit Stambollit. Edhe këta janë vërtetuar, janë arrestuar. Kështu që të tillë njerëz vërtetohet që këto i ka sjell Ekrem İmamoğlu. Siç vërtetohen për shembull sjelljet masive që ka bërë Ekrem İmamoğlu në Stamboll për një sasi prej 10 mijërash, ndoshta edhe më shumë, të militantëve të PKK-s, i ka sjell nga jugu, nga jugu i Turqisë, i ka sjell në Stamboll, edhe ku i ka vendosur pikërisht në zonat ku janë, le të themi, ku janë bastionet e AKP-s, pra për ta përzierë votuesin e AKP-s me kundërshtarë të tjerë me radhë. Pra, ka akoma shumë akuza dhe dosja e Ekrem İmamoğlu është goxha e madhe. Dhe unë mund të them që prokuroria, ajo çështje që është lënë prokurorisë, edhe ata do ta gjejnë atë pjesë, domethënë do t'i shohin, do ta peshojnë tamam Ekremin, përderisa kanë aty brenda. Por ajo që na intereson sot është, domethënë, e para ku do shkojë Turqia mos kësaj. Domethënë, çfarë po ndodh në Turqi në të vërtetë? Se Ekremi tashmë po dihet fati i tij, domethënë aty shumë shpejt do të shohim që Ekremit edhe Çelça do të ulën det. Pra, në mendimin tuaj është Turqia vet pas, Erdogani nuk rrezikon. Dhe kjo do ta nxjerrë Turqinë më të fortë sipas mendimit tuaj. Po, unë mendoj kështu, numër 1, dhe numër 2 mendoj që sepse ka një farë akuze edhe në Shqipëri, kam gjuhën media shqiptare, që Erdogani tash shtypi me këmbën e tij të hepurt rivalin e tij politik andej këtej. Shiko, jemi realist. Të jesh rival politik, domethënë që e meriton, me merit, domethënë, İmamoğlu nuk mund të jetë. Pse s'është? Sepse është hajdut më vonë. Është hajdut, domethënë edhe nëse fiton votën e fiton në mashtrim dhe e vjedhë fjala vjen. Pra nuk mund të quhet një rival i drejtë një njerëz që është hajdut. Një njerëz i cili ka probleme domethënë me korrupsionin. Një njerëz i cili ka vjedhë. Ju mendoni që nuk mund përsëritet skenari, i Erdoganit, që edhe ai ka qenë kryetar bashkie në Burg 1.5 vite në Mosgaboj, pastaj erdhi çështja e Erdoganit me Burgun është krejt tjetër nga kjo çështje. Domethënë Erdogani hyri në Burg për çështje ideologjike. Dakor, pa kanë fjalën rrugtimi. Nuk mund ta nxjerrë më fort İmamoğlu'n kjo. Ja, nuk e nxjerr sepse madje unë po ngjoj edhe intervistat domethënë e shumë analistëve këtu. İmamoğlu tash është i djegur. Është i djegur si kartë sepse është shumë e vështirë ta heqësh njollën e turpit të vjedhjeve. Ai bëhet fjalë që ka vjedhur në diku 560 e sa miliard lira, që i bin diku nëse s'ka bëj 1.7 miliard euro ose dollar, diçka e tillë. Një shumë e tillë vllai dashur, këtu thonë sikur ti kishte Stambolli këto para që ai ka marrë, domethënë këtu do ndërtoheshin ura e projekte të mëdha, domethënë kështu që İmamoğlu nuk mund të jetë dot rival me merite kam fjalën, sepse i mungon morali. Më kupton, po i mungoj moral, ai mund të marrë vota. Nëse bëhet fjalë për shifra, ai mund të vjedhë, mund të bëjë shumë gjëra, dhe mund të manipulojë dhe ja i mori votën. Por nuk mund të jetë meritor
për të qenë rivali i Erdogan, sepse Erdogan, atë që e ka Erdogan dhe ky se ka, është që Erdogan është i ndershëm, nuk është akuzuar dhe nuk mundet të akuzojë deri më sot, nuk është vërtetuar asnjë lloj çështje ose krize morale, qoftë financiare, qoftë morale tjera, nuk është vërtetuar ndaj Erdogan. Pra, si rasti Zelenskit në gjykimin tuaj, nëse mund marrim krahasim, që perëndimi është hyrë dhe e la vetëm, ndërsa në këtë rast perëndimi pra nuk po e mbështet, për shkak se Europa ka nevojë për mbrojtjen e Turqisë. Zelenski është një kukull europian, le të themi që është edhe ky një kukull i tillë që është përdorur po nga europianët, edhe jo nga europianët, por edhe nga amerikanët, amerikanët e majtistë pra të Bidenit, të Sorosit, sigurisht janë të tillë këta, por le të themi që Zelenski të paktën s'është në burg. Ky është dallimi, s'është diçka. Të jesh në burg edhe mos jesh në burg. Zelenski ka mundësi të të manovrojë derisa ta pastrojë veten e vet, domethënë pavarësisht se është edhe i zhytur deri në fyt, domethënë në probleme të mëdha me korrupsionin e me vjedhin, po atje nuk ka shtet, duke qenë që nuk ka shtet, pra është luftë, normalisht nuk ka mundësi edhe ta gjykojë kush atje. Kurse këtë zotrin këtu e ka. Sot është mrena dhe ai sot po jep llogari. Ai është duke dhënë llogari, pra ai është në minus për shkutje zero, por që nuk do të arrijë dot sepse po i vërtetohen gjërat shumë të mëdha, domethënë ka video, ka domethënë dëshmi, ka video konkretisht. Po patjetër, ka video që ato kanë qenë duke numëruar paret, sikur më qenë hajdutën duke numëruar topat ndaj me parat, domethënë që kjo nuk ekziston domethënë në një staf ose në një administratë serioze, siç është Bashkia e Stambollit. Kurse këto kanë bëu pra pazaret e këtyre, qoftë me pare, qoftë me fjalë, qoftë me kërcënime, qoftë me dëshmitë që i japin njerëzit, biznesmen, këto kanë kërcënuar biznesmenët nuk. I kanë thonë biznesmenëve, shiko, ti do na japësh njërit prej tyre për që ka dalë në dëshmi, i kanë thonë do na sjellësh $5 milion, një pronar i një qendre tregtare, do na sjellësh $5 milion. Nëse nuk i sjell, i bin që ti do të armiqësohesh me presidentin e ardhshëm të Turqisë. Pra se ata gjithmonë mendonin se ky do të jetë presidenti i ardhshëm i Turqisë. Mirë po, përfundimisht domethënë gjitha këto janë çështje të cilat i takojnë gjykatës dhe i takojnë prokurorisë. Do merren të gjitha në arsyetim, edhe normalisht prokuroria ka atë politikën e vet, domethënë i çon deri në tavan, domethënë akuzat, kupton, dhe pastaj mban ato që janë më stabile, ato që fakti që Erdogan ju tha që veproni shpejt pavarësisht protestave. Drejtësia do të dalë shpejt. Drejtësia quhet drejtësi nëse është e shpejt. Drejtësia vonuar nuk është tamam drejtësi, kupton? Sepse nëse ti lëndosen të hapur, ti në fakt je duke i dhënë popullit ose kombit, je duke i dhënë hemoragji, sepse ke dy palë të cilët, domethënë, njëra thotë që është fajtor, tjetra thotë që nuk është fajtor dhe të dyja përplasen. Edhe nëse drejtësia nuk vihet në vend me argumenta ashtu siç duhet të jetë, atëherë pra duke u vënë në vend qartësohen gjonat, kupton? Ama nëse nuk vihet në vend, atëherë bën që këto të vazhdojnë të përplasen me njëra tjetrën, kombi do të ketë probleme, do të ketë trazira, do të ketë gjurolli, edhe po them që këtu ka ndodhur domethënë trazira që ekonomik thotë. Edhe herë më fal? Edhe sabotim ekonomik, thotë Erdogan. Edhe këto do të kapen gjitha. Domethënë Erdogan tash ka hyrë kësaj çështje me fuqi. Edhe për mendimin tim ka bërë gjën e dur që është. Pra, dy gjëra ka bërë. E para, ai po i çon sot këta njerëz po i çon në para drejtësisë, nuk u bën asnjë gjë më tepër. Drejtësia do merret me ta. Le të merret drejtësia, po thotë Erdogan. Nuk po thotë asnjë gjë më tepër, thotë nuk kam punë me ju, merruni me drejtësinë. Hajde, pastroje veten domethënë nga akuzat që t'janë bërë. Nëse vazhdojmë këtë linjë, është ky pastrimi i fundit pas atij të gjulimit? Jo, sepse do të ketë akoma. Sepse këtu ka shumë probleme vëllai. Domethënë problemet këtu Turqia, duke qenë që Turqia ka shumë armiq, të jashtëm, por edhe të brendshëm. Unë mendoj që derisa të pastrohet mirë, domethënë në Turqia do të vazhdojë të ketë në element. Por ajo që është e rëndësishme duhet të dim diçka. Nuk ekziston këtu në Turqi vëllai dashur, nuk ekziston diçka që quhet shtypje e fjalës lirë. Tu nëse do të flasësh, fol, po kur flasësh fol të vërtetën. Fol të vërtetën.
Nëse ti po flet vërtetën, ose pra pa manipulime, tu je i respektuar ke drejtën e fjalës. Paktën unë po shoh, domethënë me sa po shoh, kjo ekziston. Dikush po thotë jo, po mua pengojnë fjalën e lirë. Po normalisht do ta pengoj fjalën e lirë nëse ti shpif. Këtë është folur për një numër të arrestuar gazetarësh, një numër të madh. Patjetër që arrestohen. Edhe gazetarët, shiko, gazetarët nuk kanë çfarë imuniteti kanë gazetarët nëse shpifin. Pse duhet të ketë imunitet? Është gazetar shumë bukur, është gazetar thuaj të vërtetën. Tregoj ndershëm me median. Sepse ti je duke informuar popullin, e ke amanet, e ke obligim para popullit që ti tregosh vërtetën. Ata shpifin. Ata që shpifin, po flasim për ata që shpifin. Ata njerëz që shpifin nuk e meritojnë quhen as gazetar. Ata kanë imoralitet profesional të kjo pjesë. Ata bën fegla. Arrestimi pa gjyq. Shiko, arrestimi është tjetër gjë, dënimi është tjetër gjë. Mund të arrestohet edhe orën e vetë Erdogani ndoshta arrestohet. Çrëndësi ka kjo? Çështja është çfarë vërtetohet. Pra merret në arrestim për si peng për tu hetuar. Nëse deli pa fajshëm, ai brenda 72 orëve, siç është në çdo vend botës së qytetëruar, në çdo vend botës për 72 orë, nëse nuk ja vërteton akuzat, atëherë do të merret gjykata, vendos gjykata. Nëse vendos gjykata, më falë se isha nuk përshëndetem. Nëse vendos gjykata që duhet qëndroj, atëherë do të qëndroj, do të vazhdoj hetimi dhe pastaj merret dënimi. Pra, çështja e arrestimeve duhet kuptojmë drejt. Çështja e arrestimeve nuk është mungesë e drejtave të njeriut. Arrestimi është e drejta e shtetit dhe e drejta e shoqërisë për të hetuar këtë person i cili akuzohet. Derisa ti vërtetohet akuza, çdo person është pafajshëm. Edhe në këtë rast, secili mund të arrestohet dhe dalë i pafajshëm. Shumë e thjeshtë. Pra gjithë të gjërat që bëhen, që jo po arreston gazetara ne, për mendimin tim, ai do t'i arrestojë, ai mund të arrestojë edhe tek njeriu më i thjeshtë, deri tek gazetari, deri tek politikani, le t'i arrestojë. Kryesore është çfarë do të dënohet ose çfarë do të qëndrojë akuzë, pra akuza që do t'i japi. Nëse një gazetar shpif, patjetër që do të arrestohet vllai. Sepse po shpif. Pra shpifja është krim. Nuk është më liri fjale të shpifësh patjetër. Në këtë rast, domethënë, nëse ti e çon opinionin publik në rrugë gabuar me shpifje, atëherë kjo është krim ndaj opinionit, krim ndaj vetë vendit tënd, kupton? Edhe për ta parë në dy këndvështrime të tjera, e para mund kemi përhapje të kësaj vale në gjë situata e tensionuar dhe së dyti tek Mossadi që ne e lam pak më parë. Edhe nëse nuk ka qenë i interesuar për të qenë pas këtij skenari, a mund të tentoj tani ashtu sikur ju e theksoni në shkrim për të përfituar? Do të tentoj, ka tentuar dhe do të tentoj. Më kupton? Mirë, po problemi është se nuk do t'i arritë. Nuk e arrin dot, sepse Turqia tash domethënë ka një farë formimi të tjetër nga ana sigurisë, sidomos Turqia nga 2016 e kthej, le të themi që nuk mund të jem zyrtar, nuk mund të jap një shifër zyrtare, por mund të them që me mendimin tim pak ose për atë, mendoj që të paktën 70% e energjive të Turqisë i ka investuar tek siguria. Kështu që kjo pjesë Turqia është shumë e fuqishme dhe po godet shumë fort në elemente të cilët mund të dëmtojnë Turqinë. Tash çano. Një nga problemet që ka Turqia sot vëllai, për mendimin tim nuk është as armiq nga jashtë, as Izraeli, as Europa, as Greqia, as Amerika, as Armenia. Domethënë këto janë probleme të vogla. Gjitha këto janë probleme të vogla. Problemi është brenda, është si Trumpi, armiku i brendshëm. Vlla, problemi është te universitetet. Ti do habitesh që po të them ty që është universiteti, të thosh burr, studentët janë forca, energjia e popullit janë i kneje. Kështu do të thosh, edhe unë jam i bindur se kështu më çndot. Ndryshimi ajo për këtë. Ashtu, po këtu po ndodh që po çedukohen studentët. Këtu studentët po skllavërohen me frymën, pra po ja heqin ndjenjën patriotike nga vetja. Pra ndjenjën atë dashurisë nga për kombin e vet, për ta mbrojtur këtë vend. Këtu po i çedukojnë këta studentë. Dhe po të shohësh ka studentë që ne një pjesë e madhe këtu, nuk mund të them që shumica, nuk mund të japi shifrën në fakt, por një pjesë e madhe tyre për shembull sot e shohin që gjithçka perëndimore është kulmi i arritjes dhe nënvlerësojnë çfarë kanë të vetën, çfarë kanë prodhimin e vet, a kupton?
Ndërkohë që Turqia është mashallah shumë mirë, por edhe sikur mos jetë, duhet të ekzistojë ajo ndjenja patriotike apo dashurisë për vendin tim. Këta po formojnë një brez të rinj, i cili është një brez sklav që mendon se çka ka Europa ose çka ka Perëndimi është më e mirë se sa ne çfarë prodhojmë me durët tona. Mirë, kjo është sklavëri. Dhe pikërisht po them që këtë lloj brezi janë duke edukuar këtu tani. Edhe ky është një problem shumë i madh për Turqinë, sepse brezi do të vinë nesër, brezi i intelektualëve që do të vinë nesër, kështu do të dalin. Çfarë produkti do kemi? Do kemi një produkt njerëzish të cilët shkojnë thonë që leve peshe i thonë Europës. E kujt pa, kësaj Europë që ne kemi që sot domethënë po gjunizohet, që s'ka moral, apo asaj Amerike e cila s'ka moral, domethënë edhe po vret, domethënë po bën viktima të mëdha, me armët e saj po vriten njerëz pafajshëm në Gaza. Këta kanë këta drejt ose të merren shembull këta njerëz ose këto shtete? Sigurisht nuk mund të merren këtë shembull. Mirë, po ideja është këtu po i edukojnë disa në shumë raste po i edukojnë studentët me këtë lloj fryme. Dhe ky është rrezik i madh për një të ardhme tjetër, sepse nëse do të shohësh të ardhmen e kombit të afërt të një kombi, shikoj rinin atij kombi. E nëse rinia atij kombit po prishet, atëherë mirë për atë komb për mos një periudhë shumë të vogël, shumë të afërt. Dalin te Mossadi, mos të se e di që ke shef këtë temën e çfarë bën Mossadi. Në fakt, Mossadi është duke u përpjek me të gjitha masat që ta nxjerrë këtë çështje nga kontrolli i shtetit. Shteti ka kapur çështën, e kanë kontroll shumë mirë, por Mossadi po mundohet ta nxjerrë këtë çështje nga kontrolli. Duke dhënë provokime ndryshme. Për shembull, duke goditur policinë me acid. Domethënë, imagjino që ti sulmosh policinë në mënyrë që ata të irritohen, të inatosen, edhe të fillojnë masivisht pasaj goditjet, rrahjet e ndoshta edhe vrasjet, ato ashtu e duan, kupton, pra ashtu Mossadi të don që këtu të ketë një gjakderdhe. Ka një filtrim pra për të kallzuar ka patur, por edhe ata janë kontroll. Këtu në Turqi janë kontroll. Plus sa po provokon për shembull në Siri, për shembull po provokon Turqinë në Siri, para 2 ditësh ka goditur atë bazën të cilën Siria ja ka dhënë Turqisë. Dhe këto e dinë që nuk kanë mundësi t'i bëjnë gjë Turqisë, nëse Turqia merr atë vend që do ta marrë Turqia, këta e dinë që s'kanë çfarë t'i bëjnë më Turqisë aty. Edhe për këtë arsye, ata e kanë godit para se sa të vi Turqia aty. Pra mos i kanë marrë vesh kjo do të jetë për Turqinë, ka shkuar kanë godit aeroportin e Tadmur, që është në Palmira, e kanë godit në mënyrë që Turqia të lodhet derisa ta përgatisit domethënë vendin. E tjera me radhë. Pra janë duke provoku, mirë po janë nën kontroll. Unë jam shumë i qetë që çfarë ndodh tani është një çështje që do të kontrollohet shumë mirë. Edhe nga Greqia nuk besoj që t'i vinë ndonjë lëvizje? Ja, grekët nuk munden, apo grekët janë shumë sot grekët janë urtë, sepse as Evropën nuk i kanë me vete, nuk i kanë as Amerikën me vete, gjonat janë ndryshe sot. Për Evropën, për krejt Evropën janë ndryshe. Madje edhe për popullin shqiptar, edhe për kombin shqiptar janë ndryshe. Edhe ne personalisht do ta ndjesha veten si komb, nëse flas domethënë për kombin tim, do ta ndjesha veten i kërcënuar nga administrata Trump, e cila mund të çesi nesër për pak lek, kupton? Se nuk e ka hiç problem, kupton? Kështu që tash të gjithë shtetet europiane, domosdoshmë kontinentit ton, janë gjithë në tension. Secila ul kokën, çopi çfarë si mund të ruhet vetë, domethënë. Që s'ka as Greqia, as kusht tjetër nuk ka mundësi t'i bëjë në këto momente nuk ka mundësi të sulmojë Turqinë. Edhe diçka ju lutem, Turqia jashtë kufive, lëvizjet e Erdoganit, por edhe ajo që po ndodh me Trumpin, me botën muslimane, 300 milion muslimane që ne kemi diskutuar më parë. Amerika mund t'i dalin kundër, pra si do veproj Trump kryesori është në Gaza. Për këto skenare që ka hedhur, jo do t'i largoj. Nuk do të ndodhi kjo, nuk besoj se ndodh largimi. Shive, do t'i lejë gjithë me një anë, ka bërë një artikull, pikërisht një shkrim vetëm për këtë çështje, raportet e Amerikës me lindjen e mesme. Edhe është në Facebook, do ta çoj ndoshta ta lexosh. Ideja ku është? Unë do t'i lejë gjitha këto argumentet që kam marrë, që kam hedhur aty në atë artikull, që pse duhet të jetë në muslimanët e kështu me radhë, do t'i hedh gjithë me janë krejt. Tash do të them vetëm diçka.
e them se ndodhi që me dëshirën e Trump edhe me ndihmën e Trump, Gaza u boshatis. Dakor? U boshatis fare krejt. U vran sa u vran, u masakrun sa u masakrun, tjerë shkun refugjat kënej, tjerë tani matan, bukur. Çfarë do ndodhi më bravo? A mendon se do ta gëzoj? Domethënë Trumpi mendon këtë. A mendon se do të jetë njëjtë situata? Përkundrazi, Trumpi e di shumë mirë që do të ketë pastaj 2 miliard musliman, të cilët do ta ndjejnë veten të fyer dhe të dëshpëruar që këta ja morën diçka që ishte e tyrja edhe që është derdh gjak muslimanët. Pra, në këtë aspekt Trumpi bën llogarit. Nëse unë do ta bëj këtë, nëse ai ishte thjesht për momentin ishte një farë matje pulsi ai deklarata e Trumpit. Mirë, po nëse do të bëhet realisht kjo, Trumpi i bin që ka humbur përfundimisht botën islame. Dhe nëse ka humbur botën islame, dhe kemi folur më parë, Trumpi ka humbur ndaj Kinës. Është kryme kjo. Mirë, po në rastin konkret Trump është duke luajtur ndryshe. Trumpi masi e hodhi poshtë fjalën e vet, tha që unë doja të bëhet diçka me konsensus dhe gjëra me radhë. Trumpi sot po lun në mënyrë krejt tjetër, madje po i del kundër Netanyahu. Madje shumë shpejt do të shohim që do të kemi marrëveshje inshallah, domethënë do të ketë një armëpushim tjetër. Dhe Trumpi nuk ka më kohë të merret me Netanyahu dhe pallavrat e kriminalit të Netanyahu. O vllai dashur, atij ju kanë bërë 2 oferta të mëdha. 1 trilion dollar nga Arabia Saudite dhe 1.4 trilion dollar nga Emiratet, të cilat ai mezi për t'i marrë. Po për t'i marrë ato duhet që të ketë paqe. S'mund t'i marrë dot ku ka luftë. Më kupton? Se po të ketë luftë, çfarë do ndodhi? Nga do t'i marrë, nga do të lëvizin anijet e Amerikës. Okej, nuk lëvizin fare në detin e Adenit, nuk lëvizin fare, por ngushticën e Hormuzit që kanë ata në Gjirin Persik, për shembull, ajo do të bllokohej. Po bllokuar ajo Amerika ngordh, vdes. S'ka më jetë, kupton, për Amerikën dhe jo vetëm për Amerikën. Nëse Babul Aden ose Babul Mandeb, që quhet ndryshe, që kanë bllokuar Hutët, dëmton Izraelin dhe Europën, Amerika vetëm 3% e tregtisë amerikane shkon në Babul Mandeb, këtu, në detin e Kuq. Ama gjithë tregtia tjetër e Amerikës që është ose ku është nafta dhe ku merret dollari, petrodollari amerikan, është në Gjirin Persik. E nëse bëhet luftë në Gjirin Persik, nëse bëhet luftë ndaj Iranit, ose bëhet një luftë tjetër brenda në atë territor, çfarë do ndodhi? Do ndodhi që ajo pjesë do mbyllet. Nëse mbyllet ajo do mbyllet për Amerikën, jo për Kinën. A kupton, këto Amerika këtë e din shumë mirë, që po do mbyllet për ata, jo për kundërshtarët e tyre. Se po të mbyllet për gjithë është tjetër gjë, ama jo. Për shembull sot Babul Mandeb është hapur për Kinën. Po nuk është hapur për amerikanët, nuk është hapur për izraelitët, për europianët, të cilët bashkëpunojnë me Izraelin. Më kupton? Kështu që Amerika di shumë mirë që po të mos ketë paqe në lindjen e mesme, nuk mund të fitojë asgjë gjë në lindjen e mesme. Domthonë gjithçka që mendon se do ta marrë, do ta humbi. Edhe unë këtë mendoj që kështu do të shkojë puna. Domthonë ndoshta për 1 vit, 2 vjet do të shohim që shumë gjëra do ndryshojnë. Me vërtet do ndryshojë harta e lindjes mesme. Po më që ka vënë ndryshuar harta dhe nuk do të ketë as Izrael më aty. Unë mendoj që kemi thënë më parë që nuk do të ketë. Po, mendoj që jo. Domethënë 2028 do të jetë përfundimtar i Izraelit si shtet. Kështu e shoh. Eduard, të falenderoj shumë për bisedën. Është shumë kënaqësi edhe një herë, të jam shumë mirënjohës dhe të uroj gjithë mirë. Edhe unë ju do fort ju përshëndes gjithë inshallah dhe respekt për meje. Edhe gjohemi inshallah për të mirë. Edhe gëzuar Bajramin. Gëzuar, faleminderit.